Mirë mbrëma, shikus të nderuar. Shqyqër Zotit sonte s'dojna me folë për që të farë ngërqi. As dojna me folë për numra, as nuk dojna me folë për votimin të hapun edhe të mbyllt. A kur jemi të që këfar votimi i hapur edhe i mbyllt, ma kujton kamarierin. A di pse ma kujton? Kur të vjen kamarierit vetët, më falë, peshkun a deshte të hapur, a të mbyllur. A na neve pleqve, apet na kruhet ka pak me dol ka politika. Pozita edhe opozita jenë bosi Mahmutovit e Regjepovit. Gjdo 48 orë na knaqen. Ata meri me ditjen knej, e neve shtina me kesh knej. Leje këtë politiken. Se thojnë politika i ka kom të shkurta, nëjse rana i ka pa dhe këta bojnë pjesë që të që. Une gjithmon i kom dasht edhe i du shumë bylbylat. A dini pse? Pse bylbyli e ka zonin e mirë, ta knaq veshin dhe shumë qetësën edhe të relaksan. Sonte në emisionin Sofra Saliut e kem një këngëtar, i cili ashtë me një zonë bylbyli. Ta knaq veshin, lese ta knaq veshin, po dhe qështu është kompozitor shumë i mirë e shumë i fort. Lese ja ban këngë të vetit, po ja ban edhe tjerve. Sonte me neve është këngëtari Hysni Klinaku. Hys, mirë mbroma. Mirë mbroma, pa të sali. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. A kalove mirë rrugë shajë? Mirë kalova. A i shko kolion këtë farë Prishtine? Kish pas, po si para do dite jo, sot ma mirë. Ti edhe ja miksën kjerët në kolion, ti largën sa ora. Mi u mirë resh lirë se me konë të rejtë e Ismetit. E që ne e kom shpinë për të rejtë e Ismetit. Që ne i kalojmë gjithë. A qësëm ka i qaj nështë të nëzëjë mua betë? Qojnë e susëm 3 herë në ditë. Qojnë e jona, ani kemë mirë Qojnë e kujtë? E jona. E jona. Nga e mona centër, në knosh, pe qësëm ka i qaj, e nëzëjë mua betë, hysë. Me fillim, ha? Doj me bo lafshin shpi. Pa kur far kompleksi, pa kur far protokolli, raf shper duke, dojna me lëshu sa unë të nlerë. Hajde për hajku. Unë për cel emisionin vazhdimisht dhe për ata ku marrë me një knaqësi kështu që folët si në shpesin sofër. Mas jarë me knaqësi, du më të aranu dhe pak. Mos mama. Hes qysh për kalen bre hysh? Se thojnë kështu ma qërën që të ma qajnë. Mos ma qëtë shumë të ronë se... Po pim na qaj. E këshyrin publiku thojnë kë ka e ronë. Po pim qaj se kofet i kanë shtrejtu. Kafet i shtrejtu. Badi hova shtrejtën i kofet, unë apet ekspresët shkurt pi. Le ti bojnë ca dojnë. Valla edhe qajnë e pash dikun nërë shkruke. Shuj bre. Valla ashtu dikun e pash. Me gjithë gjygyma kështu vetë. Po më do këtë portalet ka pak... I rrishin, pa thua. Pas me rrisin, po ma ju mëtë edhe po kam qef. Për fillim, deshta me dvet, kur ja kenish mas pari me muzikë me kënu. Po do me tho kur i ke morë hapat e parë. Nashta në hapa i alergjik. Pilojmë hapat krejt. Kur ja kenish mas pari hës? Se tonë e dim, po unë e si plak, nashta kam qef më ma. Po nisë në pregjithoj, nashta në hapa i e gjithë. Na që kena kalu ka pak, shtu në për mësime, në për shkollë, për këtë farë punë, në do këtë që gjithë hala jem du mësu dhe sa po mësojshe, po do këtë që s'podin. Po kështu për me instrumente, për me muzikë, që nga mosha 5 vjeqare, fort kom pas marak, po edhe kam lujt, edhe i kam ra qiftelis, ko gja mirë, po kam pas një farë marrje për me kënu. Pse? Nuk kësha gudzim fort, me ja thonë. E qyshe more të në qatë vullnet me dalë, vallahi, s'ka ma një kështash për njerin e qëllë, du me dalë. Tap, s'ka orë marrë, e ke hup qatë marrë. Do shta kanë diku ajo që kam dalë disa herë si instrumentalist, fjollhesi e orkestrës me shkollë fillore, tullt, edhe në shkollë që pëjthojnë tash kjo, e mes me ullët, që pëjthojnë. Po, mes me ullët. Edhe aty, do më thonë u shlirova ndashta pak, veç, vallahi, e kam thonë edhe herë tjera, po gudzimin e kam marrë një ditë kur unë alë rryma, qështu u konë. Kënoj ke një vloj jam, ma vroj ke veshin për të kalëzoj drejt kështu, thëshaje bre me janë nisë une, a i s'këno mo. Ta që që të gudzimin e mo. Po dëqysh, jo halez gudzis dojsh, trap unë arryma. Thash, unë thash këmë e kënu që tash.
Edhe prej atë, kur ja kom nisë me kënu, një doj ka qëllu atë. Këtë nëherë, shumë mësafer këna posë. Rëshën dojt, e shkojshmi të dojt, shumë. Një farforme të vynë vullneti dikuj, fjole a mirë, frimzimi, edhe doja, tha, kur, tha mos e nalë. Tash, am kam marrë në qafë, as pëdish me thonë, a ka bo mirë, po, mu më dha frimzim të madhë për me vazhdu tu. Të pas ke pas mësosin e mirë, të pas ka mësu mirë, po, ko ka bo se bep, rryma se u nalë. Qështu konë? Rryma u nalë, shpërthej hysi. Hys, kongen, a ki traditë, se do këngtari një të thonë, mu më ka kënu baba, më ka kënu babgjyshje, më ka kënu një djole minqë, se më ka kënu zorët në barke, ty atë ka kënu në i kusha ekstra e konë ti? Me kënu s'ka kënu, askush në kohë Gjermonit. Talamonit. Po, baba në Qyqavic ka jetu, shatrat rrëz Qyqavicës, kësh pasmaru instrumente frimore. Edhe tregojnë, se unë si më konë, Po, ne, tregojnë që edhe Gjermant kër janë ardhë, i kanë blej instrumentet që ju kanë doke interesante, edhe i ka ra instrumente mirë. Po, me kohën ka desht me majtë familjen, a i është shëndru në një zdruktar të zotin, edhe desht atë dalë që nuk kam pas dikon që kënën, po me muzikë po. Edhe ka qenë marak lej madhë, gjatë kohës kur ka përnu në zdruktari, ndoshta, si kur me thonë, nga ka dollë gjumi me muzikë, edhe kena flajt me muzikë. Kini rrit me ta. Se kena konë fëmi shumë, kalablak, dhe i vetëmi person që ka punu ka qenë baba, kena pas zdruktari në shpe, edhe vërtet kështu u zgjoj kënë ora 6 mëngjesit, edhe janë eske qekiqi. Tam. Na bile ka herë akuzeshëm se më në nëzirë gjumin. Unë e se kur këtë muzika, i kanë diku shumë të one, edhe konkretisht ma kanë bjellë një farforme folklorin, se i kanë ngutë gjithë rapsord ma të kohës që kanë qenë shqiptarë. More të Bytesefes, more Augustin, more Izbicat, more të gjithë, mos se dikon do të harrej sigurisht, po të gjithë kanë kënu gjatë gjithë ditës. Kjo sigurisht kanë diku të une për më marrë me muzikë. Cilit instrument muzikur i lonë me ta, i bjen mas miri, përveç se kënan? Thash, në fillim s'po doj, ne shkolla sa ne mësën dhe se në alen me do rama tjerë. Dhe pasoja. Kështu që, me thonë tash ju bi shumë instrumentëv, dikush që e din edhe kam kolegë të pas din, si ka mësu ato, si ka profesionalizu. Unë kam fillu me qifteli dhe kam qenë shumë virtuaz në qifteli. Kam qenë aqë virtuaz, tash pak me pa modesti. Po dhe në gjatë Mujovic, aja shtu quar të uri virusi, më ka thirë me i ranë për albumet e ti në studio. Kam qenë shumë virtuaz. Që ka ndodhi do tëtë pse e humba këtë virtuozitet, u registrova në fakultet. Për ata thash që na i lendo. Edhe u doftë më marrë me instrumente ma tjera, kështu që luaj pak në gitar, pak në piano, qiftelin akoma e dua dhe i bi në mirë. Kohë të fundit bile mu kanë këthy gishtat këgja feja luj. Kështu që këto instrumente, po për me studiu edhe profesionist jam për zërin. Une një instrument muzikore kam shpi. Grun. Gruja është instrument muzikor që ti shordhan 2 vesht. Her knej. Hys, ti kur shpi kur ti është për shemull, aknën ka shpija. Kam bisedu me këgja do kolegë dhe janë disa për kolegëve, thët, unë s'knaj, thët, kur shpese... Ndo këtë diqysh? Ndo këtë palidje, thët, me mguë, gruja, nëna... Vjen marre. Unë knaj zëdit. Edhe kam prap nështë një pej rramave, se pe përmeni fort këtë fa shkolle. Zdi që u bo. Shkollë, ka shë kem që ato... Po mirë veç, se përmeni zakonisht, po që...
I kemi të farë ushtrime, të farë, na ju thejmë vokaliza, për me qelë zonën, me mbajt në kondicion. Kështu që më ka metë si rama o vazhdimisht, valla mus me kënu në ditë, më do këtë... E pelon mongri dishka. E ku t'jesh në kuzhinë, ku t'i lojsh endë? Po. A kënën që tash, na burat ka gja shumë e zavendsoj me në lorës e tash. Dhe i pështina në maqinë. E, përkes edhe atu ta mon zonin e dytë e në lorës, ja. Falënderit mua betë shumë. E ndosh këtë bëjsh dush, a kënën? Edhe i kënën kongët e tua, atë me i kënë Shpesh e thojnë këtë dikush, e ku mi tonë e... Më do këtë ata që s'din kënujnë ndosh. E na që dina, jo. A dina na, se më falin me. Iq përsani. Atë kujtohet konga e parë. Që atë kur në rrima, që të thash ma eret. Cilja konga ko? O konga e Salimonit, është Salimon kongë që edhe, Shqipis. po, edhe së dhe dushëm. Shqipërio, nana imet për shëndese, cjellurime larg të shtrejtit, mama dhe na bjen djeli, nuk na në dzedeti halet, nuk na i la mali zemrat, na i ka tha për këtë tokë me malet larta, ku është balta, por si mjalta, por si mjalta. O, zemrat kënod, bre. Paleje kënova vesh, O, po nina si kur në shpe. unë thash si në shpe, veç në qëto momente ka u duf më ta në rrymen. Po, Kujto atje. Në studio qësh për kalen? mirë, Apo ki angazhimet moja? mesatarisht. Punoj vazhdimisht, po nuk jam do të thot për atyne që s'kam kohë me qukryt. Që thonë, kam qef bile kam qef ka njerë kur do të thot kur kryohet një orallak, që thuj. O, pa. Një kohë ashtu, për me punu ka pak diçka për veti, se zakonisht shumë shpesh më duket si kur vetës po i kushtoj Rëndësit madhe. Tu punu të thot për tjertë, normal që nga jo punë do të thot dalin edhe të mirat materiale për familjen, kështu që normal që kam qef kur të kam punë, po një farë gëzimi ka njerë kam edhe kur s'kam, Po dhe? një kohë, për me punu diçka, për më smelon karierën mrapa. A ka pas rast ku e ke bo i hit të mirë? Vend si me shku atu me ru save, i kem shot delete. Shka s'ndo se kush punën edhe ga bën bre hesh? Jo, ka ndodhë që nuk e kom ditë që e kam lonë anë në kongë, so nuk e kom gjetë ma. Jo bre, Ta shaukon, hita su konë, s'pë mëj me thonë. a një kong pra. A kur është të hiti, ndash ta kalzë një farë. Qysh jo, hajde? Neve në studio në avynë qeshet këngëtarë. Po. Edhe erë njëri ndër këngëtarët, jo me amën, po i ri edhe, ju kish mush me anja mu boni farë ylli. O, Edhe ndër tjera, ka si bike, a ma bëkshtu. Unë jam prej tipa, dyshysh një ma modest, ma i nalën, ma ashtu, kena më munu. pas po t'kallëzoj vishë. A kena me bo kështu, a Jetën ka ke me me dal bo. këtu, a ka me dal. Do të brëmja bojë zmetin gjithë qysh, mënojsha, do të po tash reklam, po do të në për rrjetët sociale. Marketinga. Mënojsha me rahatu pak, me stabilizu. Në thonë këtë tonë, du me bo, duhet tha me filën këngëtarën. Mare, thash, ka tonë, përses. Shtri kom sa në Alo. për një argoni. Bo, më dikur, tha, a bohet hëtë? Ako merë pak së atën. E din shumë kolegë se kalëzoj, kjo është në logarit ta, me s'ka lidhje. Thash, a keni, thash, në hetë për me e në herë? Tha, po, thash, e fëllë, a keni? A këm bo në hetë në herë? Ku e keni në hetë që për ma lipë mu në hetë? Dhe të po më lumë me konja kësha po vete. Po dhe, unë që tu jam të pënu thi 24 orë me kokra po vetë, nesh? Ma qiti ashtë dhe. Na falni pak, ha? Jo, për shuna, që tu sen e pi duin pasha zote njësni. Mirë, mirë.
E tjera, atë kujtohet dueti i parë edhe i fundit tash. Me kuni ke bo duetin mas pari, që të kujtohet. Bravo. A kin kujtesh memorje? Me kuni ke bo? Po, kësha pas qef me përmen, me gjithë se nuk është duet, po është bashkëpunim. Edhe po kom qef me përmen këtë rast, unë kam jetu gjatë edhe tash kam tokën edhe shpinë në fshatin Mazget. Edhe këtu nëherë kur s'kam qenë as telefonat mobil, në telefon fix më ka thirë Sinan Vlasaliu sa kisha diplomu. Dhe këtë sinqerisht nuk e harroj edhe falenderoj gjithmonë se më ka thirë si mysafir në një projekt të tij ku ka qenë edhe Afrim Muqiqi, ka qenë Emine Hasimi dhe Violet Kukaj. Dhe për mu, në atë kohë si i ri, ka qenë sikur dyshysh më doke që fluturova, më doke që u kryma, më doke, sikur i ri që me danë. Kë ka qenë bashkëpunimi i parë, me këngëtar të estradës. E di se kim edhe me shumë tjerë. Fatmirësisht kam shumë të dëmonë edhe në shtadikon e arraj, po përveç bashkëpunime që i bojmë për vitin e ri, këto potporit, kështu shumë, se ato sigurisht s'pej përmene se do të harroj dikon ndoshta me të gjithë. Me Hashim Shalen. Po për shembull do ishta me cek. Me Hashim Shalen pa tjetër se është dueti që ma përmenin kut hy, kut nalna, do thot me Hashimin, po me Hashimin që ajo më në. Ka duete të rëndësishme kam me Ariana Gushin, Godajgjin, me numër mas shumëti. Kam këngëtarin e respektuar Riza Selimin, kam Melir Shaqirin, kam me Shkurte Fejzën një album, kur kemi bashkëpunuar në kohën e organizimeve darsmave kështu. Kam edhe me shumë të tjerë që mund me mdalë do të të prej mendjes, po i përshëndes. E me mua kështë bo, kësha mujtë me dhezën e brejsni. E këna bo? E këna bo në Zvicër. Te? Te ajeti. Te ajet Cërvadiku. Po, pasha zot, ajet Cërvadiku edhe e këna pasarejgj atmosferën. Edhe ajetin të kina me po shpetu. Qizimi, dykon e këm po pak. Edhe së është që zbohët tash edhe në studio. Qush jamëre? A shkojna e lojna na ka një farë? Ka i farë arrami. A kina i projekt tash ma 3? Hës? E kam një kongë, po munona me bo edhe për klip, një kongë pak ma verore. Jam në procedurë do më të mundu me nëzirë. Endë nuk e këm kënu. Tekstin i këna bo do vjetë edhe po munona me dhenë sa ma shumë për më nështa s'po dishtë si zë disa dhe ta rri, po munona, unë e kur thëmë qëta shumë mirë, që atër me nëzirë. Ka me ko mirë, dhoj. Shikus të ndëruar, shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthemi në emisionin Sofra Salir këtu me hysin laf, e mohabet, e mu knaq. Baba më thejke, biro, ka që shkësh, bane bre ka i shpi. A mu më karo ma mirë, kom bo banes e aton në Prishtinë. Në kompleksin matë mirë e matë madhë në shërë, në kompleksin Porta e Prishtinës, e cila gjindet në magistralen Prishtinë-Mitrovic, se ta kalesh rrethit e Ismetit me i hen kilometrin e parë. Pi Portës Prishtinës, peshishe krej shalen e Bajgores, Mitrovicen, Vushtrin, Obilicin, Fush Kosovën, Prishtinën, Lipjanin, krejt peshishe si në shuplak dorës. Këtë kompleks të mirë, e këto banesat të mira, moderne, me standarte evropiane, po e ndërton një firmë e madhe, një firmë shumë serioze. Mbi gjitha një firmë e tradit mbi 50 vjeqare ndërtim, po ndërton firma Universal Bau Group. Mëre bac, që tash në plesh një më kara nërmen, se i këm lullë kom të ecë kom. Po tash ju mu shmen, nuk po eci ma kom, po eci me kere si bash, me kere të mira, po, me kere të rahatshme, po, me kere komode, po, me kere që punojnë si sahati. E krejt këto kere të mira të rahatshme, i gjoni ku tjetër, i gjoni në Zvicër, i gjoni të baba i kereve, të
të muj autocenter. Muj autocenter nuk të lenë ma me ecë kom, për të lenë me ecë ma me kërë. Mishtore Gjoshkun nuk ta lenë sofren thatë. Të mishtore Gjoshkun i gjoni gjitha produktet e mishit. Ama, ta shiko dhe do produkte shumë të mira, që vish ku pisha, e ka ti përmeni lang për goje për më shkën, që gulash Gjoshkun, hazer për 5 minuta, tak në ujë barkin, kena edhe shka tjetër përshot Gjoshkuni, salom, mëre të gjitha produktet e mishit i gjonin mishtore Gjoshkun. Ku i gjoni? Këtë këto produkte i gjonin Prizren, edhe në Prishtin lokacionin Matri, në rrugën Muharrem Feza. Mishtore Gjoshkun nuk ta lenë sofrën thot, ani me gulash. E tashma si na u heken vizat, po shkojmë pak në Gjermani, po shkojmë në Hanover të Gjermanisë, po shkojmë të një firmë e mirë, të një firmë e madhe, mbi gjitha të një firmë shqiptare. Po shkojmë të Zmojlaj Bau. Zmojlaj Bau e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtimeve. Shka ta shesyni, po ta punoj ke Zmojlaj. Këta kishin edhe firmen tjetër, e cila po merë ke me instalimin e ujtë, rrymes edhe nxemjes. Zmojlaj House Technic. Këta ishin baba në Hanover për nxemje. Këta për ta nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin, vol për ta bojshin. Zmojlaj. E mare bac, s'poja dim lezetin as nejes, as muhabetit pash ju e pa u knoq me qojnë e jona brend nga Emona Center. Tash po mdoket edhe musafirët se pe din, se pe pi qojnë e jona brend, edhe ata s'po malshojnë derin, e jona brend nga Emona Center. Hajde shijoj edhe ti se pasha emnin e Zotit për të knaqke. E jona brend nga Emona Center. Këtu në herë pasullin e hangsha ka një kokër. A tash pasullit po ja ha këta në kokrat. A dini pse? Se tash ju mbron pasull të mirë, pasull kualitet, pasull që zijet me nivol, pasull që ti mosh brit. Tash ju mbron pasull e jona nga Emona Center. Pasha Zotën, po ti mosh ke brit, edhe pa të knaqke. Shio edhe ti se valloj, kam ti mosh brit. Pasull e jona nga Emona Center. Për dham të mirë, të rahatshëm, e qëndosh, e ndashi me kishë si shtë si ëne, shkoni të dua dend, dua busqeshje. Aja për ta kthej ke busqeshje 100%. Dua dend gjindet ku tjetër, në pshirë mbrapa stacionit e autobusve. Dua dend, dua busqeshje. Dua dend. E tash po shkojmë në Klinë. Po shkojmë të një firmë gjigante, po shkojmë të një firmë shumë e madhe. Po shkojmë të Bujar Electronics. Qërë bërbat shka pjo thamë. Shka t'ju duhet për elektronikës, këti gjoni të Bujar Electronics. Ani qa kish ato, aj me detaj, ato i kishe gjitha llojet e klimave. Klima nej, klim kënej, klim qanej, klima nej. Se valloj, qatë shumë se kish klima si edhe në ngrojen globale për ta fladitke. Qysh ku gjindet? Shumë let e gjoni. E gjoni në Klinë në rrugën Abedin Regja. Viq mos harroni, ku dilni për i bujarit. Nëse dani pak me pushu, mu relaksu, me hangër e me pi, shkoni në restoranin më të mirë në Klinë, në restoranin Lord B Grill. Ato ambienti mirë, ambienti pasër, me të gjitha llojet e ushqimit, viq amoni me hangër e amoni me pi. Lord B Grill, e cila gjindet në Klinë në rrugën Abedin Regja. Apo më kalzëni dishka, ama drej për më kalzu. Kush ja u jeshën shpijat edhe banesat? Po dihet, shpijat edhe banesat ja u jeshën perdet e mira. Ja u jeshën të pijat e mirë. E nëse doni perdet mira, të pijat mirë, shkoni të Hira Home. Të Hira Home i gjonet gjitha llojet e të pijau edhe gjitha llojet të perdeve.
O, qatë shumë se kishte piha. Të mirë e të bukur, gjënabra ish edhe me shkel në ta. A një kish edhe perde të mira. O, klasës ma të mirë. Edhe ju nuk kini nevoj, mu qunalte, mi mote, mi ngjite, mos mi ngjit, o shpina, o korrizi, jas pa mu i mi ngjit. Jo, ata vid i motin krejt, i montojnë e krejt edhe shkojnë. Të hira hom, hini me men, e dilni pa men. I gjonin e 2 lokacionin e Prishtinë. Të rreth rrotullimit të rrugacen Prishtinë dhe të rrugica Astrit Rushi mbrapa shkollës Pavarësia. Hira hom. E pash marketingut këthemi këtu me hysin. Nëse pëta ku na qojnë. Qoj shumë i mirë, po pak... Ata ku më ranu pak, a? Ja, banëm lafë se shumë, poftofët. Jo, që jesëm tjetër vjetë, ta kompozoj, filli Qëtë në edhe një stash, jo. O, që shje ta kompozoj. Me dos, pa qysh për kaleni e vajtë. O, kusha? Qështu e kam... Qysh për kaleni me dos, ma hys? Ta shë kini në prag sezone, sini. Si kumboja këtu në herë se e preqen kumbojnë për me kur, ta shë për dos. Kam, do më thonë që për mene studion. Po? Qatë ditë të shkojnë si në orartë punës, si në punë dërzhavës. Po, dërzhavës. Qistë të Shqipë që i ka thonë këtu në herë. Si në punë shtetit. Po. Ndërsa, do të kryesisht, ma shumë verës po organizohen dashmat, do të këto 2 punë i kam, edhe sezonën e presu me knaqësi, sepse po është edhe bujshme, po është edhe e mirë, ku po mujna me dhonë diçka nga vetja, po edhe me marë diçka nga publiku. A ka pas rast a erë hës, ke harru me shkundarë, zot? Shka shëndohë, me na jem njerës, harro njeri, vallahi, ka i herë. Vallahi, jo, mu së më ka ndodhë. S'ka ndodhë? Jo, veç më ka ndodhë një rast, po e ceku këtu dhe ta kupton edhe ndoshta edhe zotnia. Për shoni, po. Sinqerisht kjo ka ndodhë shtu, gjithkush e ka një kulminacion, dykun ka qenë prafërsisht 2012, kur ndoshta e më kanë si man hadhë, edhe një datë e kësha pas marrë njëjtën datë. Po. 5 zamë, si kur me thonë 12 gushti, dhe unë kom menu që 13 gushti. E 2 atë shinkon 12 gusht. Edhe, po që me konë unë në regull bile, unë 13 që ne këshat lirë. Po. Faktikisht, do më thonë 12 që ne këshat lirë, 2 janë 13 gusht, për shemë. E këshalon të lirë, arsyja të i thonë, kam dashë, më dhe në tjerëve, kush ka thirë? Edhe zakonisht, ndoshta dhe ju e dini në thirë, dhe asë mori në i ditë për para, hajde, bojmë la, pak, qyra, një kënena, më thirë 12 ditën. Edhe theke, nestra, a pe kolëm? Thash, ja be, son të e natë të? Allah e tha, nestra, po e mërë nestra, kam tjetër, edhe si sham su me këtu, e farë dredhina me kështë, me nërë kështu, thash, nestra të tërkorë, unë jam. Tu, kogja u prish situata. Jo, unë zëja, u atarë u gjendja. Kogja për mëra atu, e nejtëm, unë sot s'kom darsëm, po du me të kaldu që s'jem ka 3 jas diçka, më s'kisha, në shpinë nejtëm, bile me to, qajshëm që me bo organizime, po, kur do zotin krejt, mus me 2 atë këshin qilu nga gatë. Me lokacion? Me lokacion nga gatë. U morën vesh ashtu, a e kuptoj që veç ka ndohë gabim. Po, dhe pa vedi. Po, njën e shqyqër, ishit nga Përsheva këshin organizu këto. Edhe bëshin 5 gjashve, dhe i ka 11. Qore, ku dënë? Edhe, tash, kur theroj, falenderoj, Visar Pejen, këngëtarin. O, Visarin. Vetë qëlloj, kolegi mirë, kolegi që, do më thonë, më ndimë maj shumë, edhe erë, do më thonë, aju sistemu në një ven, unë në një ven, edhe, së më mirë se 2 darës më viron ka 2 këngëtarë, veç më ndrejshmi nga ka pak, edhe e krytëm 2-at, me njënën me të më dhe vonë, se fillojnë gotë 8 gjysë. Po me vënesh. Më falë në që e zgjata, po kërë më pyte, a ke harru. E ku më shtilë në këtë rast. Po dhe se na jem njerës, gaboj, me harroj, me besa, me do, ta ka herë qështë që, i na bon dhe na thuj si plesh të na bon, po harrojmë. A bon me përzi? Po qështë ja? Ja, që është mund është, gjithë të konë qështë të problema dhe ku konë i vogël.
Ko i vogël, qëre, a përshe që shtingëllën për mirë. Kum nishe edhe në dorës ma ku përshkoj shë pe kalë që atmosferën. Se thanë, një dorësëm ku je kon, edhe dhondri kish haru me hi dhondër, të të ngut hy. Qatë se mirë. Ja, mënome, sa të mujnë, po këtë punën me kallë, ja kom këgja mërzi, a pe kallëm, as pe kallëm. Ta që mu le zjarë fiksa, se në Shukret, kallëm, kam një të panëgji, të pana baterive që ju. Ishëm të shku në Trovica, ishë në modë që kjo a pe kallëm. Vazhdimisht, sonte pe kallëm, këtë sonte kallëm, këtë sonte. Aj, të shku në vështëri, ishin të u kallë dhe sërnishta. Aj, të qësë, që po qëtë? Tha, na të shku e të e kallë. Aj, leve. Ysa a ka bo vakina herë në dorësëm, e ke harru tekstin e kongës. Tu kam shel goja tap, as ke hi, s'ke dit ka me hi, as ka me dollë. Po, kjo ka ndodhë këgja shpesh, po nuk është shumë tragjike se po i knojmë 100 fiu kongë gjatë mbromjes. Po, ka njerë është si komike ma shumë kur heq një kongë që zbë heq me arru, e që bashkë ato harën. Po, da peshe bashkë e din që ato shumë mirë, kur dilë që ato, alhamde, bre. Ish konga, marshi u që kësë. Po. Kajtë mo e dim edhe... Dim edhe i vogël. Që pështel u pështel. Quj, bre. Edhe isha në një mes që s'bëjke... Arif Lodin. Isha në një mes që hitës s'bëjshin, edhe më dëshin edhe mu si patriot këshab, dhe... Po, dhe... E mu kish pik, për Kosovën, për Shabesën, e jap jetën, se jap jetën. Jo, bre. Apo i ke njoni, e jap, se jap, a? Apo vendos, a pe jep, a shpe jep. Shtu, Allah e konë. A ka pos rast njëjtën kong, e ke knus disa herë, e s'ka morë vesh kërkush. Ka thë, o, zemat knus, se na knoqe. Këta e kam një farë kreneshësie, që mënona mos me knu kur dy kongë gjatë bromes. Mënona, plët kolegu që lojnë bashke, po hajtë se s'ka gale abdem, po se di e kam një farë ashtu. Po edhe kur të ma kërkojnë bile, thamë, e kom knu be ma herët, po në be knu që ka lije, po dhe herë, po normal që e knujmë 2 herët, 3 herët, po mënona në qofë se s'm ka thonë dikush, mos me knu 2 herë një kongë në njëjtën mbromje. Po, a ka pas rast ndasëm, jenë okona i politikan e ka thonë dikush qup nëma, filan politikanin. Për ata që s'kanë qenë prezent edhe që s'janë hale në thojnë edhe i knujmë. I knëni? Po, kush e meriton, unë i knoj. Po, tash të rasti që tha, a e knoni 2 kongë, 3 kongë, 3 herë një kongë e kështu, ndodhë, ajo shpesh, si ku me thonë, jam të e knu, o zambak ku i bardë. Kalon, dhe anisi tjetër, hej, një kongë, o zambak ku i bardë. Qytë bardë? Po, në i gara qysh? Jo, bre, që e kongë e mirë, po, fësa e knua, bre. Hajtë knua dhe herë. Po, dhe hajtë s'më i shpunë, dhe që të ka ke? Kështë ndodhë shpesh. Oj, po të lifarostet, ku bo ndarës matë mira, e se ke kalu mas mirë ti. A ki nëj dalima e bohën këtë njëjtë? Në tana treva. Mu më mërmenja prej që po organizohen në restaurante, gjithkon ka ashtu dhe ka kështu. Unë maj praneshëm, jam në Prishtinë dhe në Gjilan. Kështu një farë. Normal, gjithkon kemi ka 2, ka 3, ka në përrethet tjera. Po si top listi kënë këto 2-ja, dhe në Prishtinë ma shumë shkon zhanërin të cilën e kultivojon, për ndryshe Gjilani ja din rrenin shumë vallëzimit, ahengut dhe qefit, janë shumë qefli. Unë mendoj. E me cilve këngëtar ju ke bon kongë të bukra, e di se djemve të beqë si ke bon? Një kongë shumë të bukur. Unë mendoj që ndër kongët e mija, ndërmat mirat, ndoshta është kënga për Ismetin dhe Shpëtimin. Shpëtimin, po. Që këmë bo për me kënu ata, se ta ka kënu për babën e vetë. Po. Dhe teksti është i Recep Selimit. Po. Dhe kura ka marra tekst, vërtet me thonë,
kam pasur një lloj frike sepse teksti u kon shumë i mirë. Shumë i mirë sa që ku më thonë edhe kolegë, po ju thamë edhe djem vetëbeqës, ju ku më thonë, po munona shumë për mos me prish tekstin. Se ti harri, mos me prish tekstin, ka me dalë konga mirë. Vërtet, unë mendoj që ka dalë e mirë, edhe klipin e kanë realizu mirë, po është kongë me domethënie të madhe, pavarësisht tash muzikës e ngjizimit e këto, ka domethënie që më besoj që do të jetoj gjatë dhe kush do ta ndëgjon e merr një histori, një dhëmshuri të asaj kohe. Na jem te, a? Po, na jem te quhet këngë. Po, shumë e mirë, shumë e pëlqyne. Faktikisht më fal që ndërpreva, titulli i tekstit kur ka ardhur ka qenë Unë jam te. Unë jam te. Originali, se s'kam ndrua, në një vend, shkaku i notës, diçka, kam shtu një hej, diçka, komplet, se Regja është vetë, i bjen që feliz muzikant, ka kënu, dhe më ka ditë të rjedhojnë. Po, në një vend, do të tëtë muzikalisht u duh me shtu një hej, sepse krejt ka rjedhë si që ka shkru. Po, në fund, kër erdhë, 2 vete të kënojshin, edhe 2 të kënojshin babës, edhe unë jam te, dëshu shqibik edhe ashtë thuni, na jem te, do të dhe ata e pritën mirë, edhe Regja ka ndëgju atje, edhe... E ka ndëgju në hagë? Po, edhe shumë ka dhonë, do të të... ka miratu gjithë shka, edhe ju ka dukë mirë. E me Hashim Shalin se e ke kënu kongën bashkë, qysh jeni ku e këneshe me ta? Me Hashimin. Piknisje e asaj kongë... Ka ideja? Po, që ideja është interesante. Pyetja ideja? Se me shkep sa dush. Do, se shtu sofer, qashtu fol edhe në përvoda tona. Qashtu fol. Piknisje për këtë kongë ka qenë konga e Altuna Sejdiu, Tunës, që i kënoja ajo zogës. Zogë ma i mirë prej kejtve. Po. Te re pa puke. Edhe atëherë më konë solist në ansamblin kombëtar të kongëve dhe valë Shota, edhe kur se harroj më konë koncert Malishiv. Këna kënu, ashtu, neve në alin dhe spontan. Po, e thirë të ardhë me kërë, biles këtheva me autobus me ansamblin, zakonisht u thujnë ata, tu për thiri me lajem islamin, me shkruj këtë tekstë. Kanë herë telefonatja, bojmë rafsh një tjetërit, edhe unë e thash, zotni, e a kalzova këtë idenë, ideja e konë e jamja. Thash me ma bo një kongë për zogun. Thash edhe, me thonë zogun për ndryshe, këna ditë këtë në zogun. Drejt, po i thëmë kështu e thash zogu, këtë nërë ka flituru, zogu, kështu. Aj, po, do. Edhe, tash e more vesh kër e ataku. Allah, e tha, kumë kujtu që më ke thonë, se unë kënojsha kënoj edhe sot, kongë patriotike, kënoj shumë, kumë kujtu, tha që po më thuni kongë për Amet Zogun. Po që për Amet Zogun, po ku i kënoj unë Amet Zogun. Vërtet që të ka ndodhë, thash që të ne ka shkru kongën, dhe kjo është një ndër kongë të mija të dashura, sepse ka një farë mesazhit mirë, pavarësisht që u nis nga kjo piknisje, jo farte e ka një mesazh shumë të mirë, zakonisht më flasin njerëzia në rrugë për mesazhin që ka. Kur e kam ftu basën Hashim, pse dha bash mu bac? Kom gjete bash mu. Kom një thash bac që ke kënu atë me Aida Barakun, thash të leku e të në kena. Po pash, qa jetë ma bëjke, po. E kish pas menu që jam për lopi. E si kish pash edhe, thash, a edhe thash që unë jam për Drenice. Jo, ideja, tha. Ja, e ardhë mirë dhëne, e ku? Thash, unë jam klinak për klinës atë të prekazit, thash për qata dhe gashin a kom, po mbjam një klinak për fshatit. Që ta është tam hinën qef. Më qitën në rogë. E me bo kongën, më ka bo nërë shumë. Mënë se rapsot shumë i fort, shumë, bile se kum ditë sa është i fort dhe i sa ka orë në studia. Që edhe këto për thëmë me një seriositet tash se ka njerë po bëjmë ka pak. Po dhe? Po vërtet kur ullë... Ka lutë mirë. Jo që po, ashtë tash 72 vjetë dikun i ka posë. Bacit e dhe herë me të kënu. Në këne ke pagabime. Rumbullak, toni, fantazi, po e thëmë këta pam, dhe më thonë, prap,
kam qef me vull llogaritë teme që thënë një sopë vetës. Unë e pa ta knu kongën e herë, edhe u ardhë Bacashim me knu. Kur e ka knu Bacashim, u duft edhe herë me knu. Unë më mërdhej za herë ko qa mirë. Mu përvijel mirë. Me ardhë në farë niveli, edhe pe kalzaj edhe një. Se më është apo foli shumë, veç të di, po shë A thash fillim, shkollat lënë me rama. Tha, bacit, pse tha që të një farë, tha si rës ma ke bo? Thash, valla, për shkollës që shto, thash. A dhe, heq me këna, tha, si shqiptar, tha. Kurs të arroj, në 2 dhena ma ka ndru, se, normal, vokalit tona që në gjiru, se më ka pak në ashtu, pak a dhe. Që tha, bacit, tha kënua, tha që, më ka bo mira e farpune. Edhe për tarmën është përvoj e mirë. Bashkëpunimi me Goldin. Do kongë shumë mira me Goldin. Një bashkëpunim shumë i mirë. Që ke kalu me Goldin? Me Goldin kalujmë jashtëzakonisht mirë, ajo është shumë praktik. Shumë praktik, bjall I mirë, dukat. Po. Edhe i ditun, edhe shumë tekstet mira, po edhe punëtor shumë. Sa dosh. Edhe shumë e ka një fardhuntie, e din shumë mirë, për cilën kongë me mëftu mu, për cilën shëretin, për cilën Shmet begjetin. Sinqerisht, shumë. Edhe si të ma bjen, dhe thot, ka ndodhë shumë raste, në 9 raste, dhe ishtash në 9 klipe i kemi bashkë, po. Edhe një këngë baja gjithë ngume. Unë jam mirë njës, dhe thot që kemi kaq bashkëpunim gjatë. Kote fundit e falenderoj që përveç bashkëpunime me të, ma beson punën dhe bjen edhe klientë ndryshëm këngëtar që sugjeron për me punu në studion time, kështu që falenderoj. A kështë para po nëj bashkëpunim me kun, kështë pas qef me pas një bashkëpunim që tash, që shë ki me Goldin e me Hashimin e? Unë zonë e ngusht pak që... Jo e Balgjani jem tu. A kështë ngusht? Po, s'po di që me thonë, ko gja janë emrat mirë. Pa që kja është, a peshe? I liri, kështu, po normal që nuk po mëj me të dhonë emën momentalisht, po jam i hapur shumë edhe bashkëpunimet po janë të mira për karjerën një këngëtarit. Balada që shkoj e ke qitë që tash një balad? Një balad e kom qitë për një mujë. Qysh? E kom shkru, edhe kom shkru vetë, se rallë që shkruj. Po ja qëllën, po ja qëllën. Shkruva, ka pak e konsultojsh edhe qëta inteligencën artificiale. A pëta dhe ke ka pak? Qysh jamër e? Kam një 3 rana, një mama në që refrenë, na ma shkrun. Shkruj ti? Ta shkruj ke. Ja bësha, a bën pak ma, poq, por s'po lëdhke. A kini na isan shtes të i ke? Hiq s'u lëdhke, po. Edhe 2-3 herë, ka pak janë rreth shavnë ati. Tash edhe me vetë qa me knu për dorë, s'ma këtë kalëzën. E aj njeri se kënën balada, a quët baletist, balist, a bal? Baladist? Baladist. Që ty i besun pas karon që kjo. Në për shpija shkas tjetë për tjetë. Po, asha zotën, po. A ki naj projekt tash të funit me mbyll me projekt? Emisionin për mbyllëm. A dëm javlo surprise pak? Projekt për verë, po. Jam të e punu edhe kam e konë shumë shpejt me gjithë klip. Pa na po i thojmë veror, sa jena në gjendë, s'po di, po pak ma ritmik ashtu, vërtet ma gazmor, ma kështu për... Qashtu për lypin, thuj. Po. Orojmë që të shkon mirë, e ta presin mirë. Shumë fandet. E fandet që na nerove e na respektove. A peshe për shpejt që erë funi? Ka dole, bë, po pim qaj, alo? O, që shpim qaj, na keme pisa dush qaj. Fandet shumë për ftesën, unë njëma shumë mirë dhe... Si në shpe? Pak, nashta s'na shojnë për të madhe, se pak tepër e na shliru më do këtë. Edhe më shliru në në shpe tonë jem. Bravo. Kush këtë zëmë në largu për shpis tonë, laf e muhabetë më knaqë. Shumë fandet. Fandet e për ti, që dora. Shumë fandet, suksese, punë të barë, i shala, s'nore shkur, viç përpjet. Se na pletë shkum të poshtë. Gjithashtu, ja... A, ku e një të ju pleshtë. Shikus të ndërruar. Ishte me neve sonte këngëtari i menjur dhe kompozitori shumë i dashtun Hysni Klinako.
Mirë mbeçi e shimi javën e arshme me musafirin e radhës. Natën e mirë.